Ai u rrëmbye pa gjyq, u rrëmbye pa akuzë, nga zyra e Presidentit të Republikës ku e kishte çuar populli i Kosovës, me vullnetin e vet të lirë. U rrëmbye për një farsë të nisur për trafik organesh, nga kukullat ruse të Dumës së Putinit në Asamblenë e Përgjithshme Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg. Dhe për të vazhduar me lloj-lloj absurditetesh dhe dëshmitarësh qesharak të akuzës ndërkombëtare në Hag. E gjeta komandantin në formë të qetë dhe të buzëqeshur si çdo i pafajshëm, me karakter të hekurt si i tij. Nuk di, realisht nuk kam fjalë për të thënë më shumë për këtë padrejtësi ulëritëse në zemër të Europës demokratike, me bekimin e shteteve të Europës dhe Shtetet Bashkuara dhe me fondet e taksapaguesve europian e amerikan, bazuar në besimin e atyre që e votuan këtë gjykat duke ja lënë në dorë drejtësisë ndërkombëtare të bëj drejtësi, dhe sot gjenden në këtë situatë ku në fakt padrejtësia nuk po u bë thjesht disa udhëheqësve të popullit të Kosovës në luftën për liri, po i bëhet vetë atij populli evropian që çliroi vetveten nga një regjim nacional socialist. Por që fal ushtrisë shërbimtare të Kosovës, fal Hashim Thachit, fal Kadri Veselit, fal Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe të tjerëve, çliroi edhe Europën nga një njoll e zezë apartajdi, mu në kërthizën e saj për dekada e dekada turpi